Presidente, grupi specialistëve të psikologjisë klinike solidarizohet së bashku me psikologët e tjerë, të cilët janë mbështet grupit në mënyrë që t'i dalim në padrejtësive të cilat ndodhin në kuadër të konkursit të fundit të hapur nga SHKUK-ja, në të cilën kërkohen 2 psikologë për pozitat në psikiatri, ndërkaq duke pas parasysh që SHKUK është shërbim terciar, profilet e pranuara do të jenë specialistë të psikologjisë klinike. Ne aktualisht jemi të vetëdijshëm që këto punësime po ndodhin për shkak të librezave partijake dhe ne nuk do tolerojmë që ky fenomen të vazhdojë tani tutje për shkak se është bollmo. Ka kaluar shumë kohë në të cilat ne jemi premtuar në vazhdimsi që do të punësohemi dhe tani më ka ardhur fundi dhe ne nuk do të tolerojmë në asnjë mënyrë që të punësohen persona të cilët nuk janë kompetent për këto shërbime. Aktualisht në Kosovë kemi edhe spitalet e tjera të cilat kanë shërbime terciare, për shembull në Prizren, që është spitali i dytë më i madh në Kosovë dhe aktualisht në këtë spital nuk ka asnjë specialist të psikologjisë klinike i cili do duhet të ishte i punësuar. Përveç kësaj, për neve është të rëndësishme që të bëjmë dije se protesta jonë do të vazhdojë deri në përmbushje të kërkesës tonë, që është konkretisht kërkesa e punësimit, sepse neve na takon që të jemi specialistë të psikologjisë klinike brenda SHKUK-s, për të cilin Ministria e Shëndetësisë ka investuar për 4 vite radhazi dhe mbi gjysmë milioni euro në mënyrë që ne të edukohemi që të jemi të gatshëm për të ofruar shërbime. Do t'i dalim gjithmonë në mbështetje të gjithë komunitetit të psikologëve të Kosovës, të cilët pavarësisht edukimit, po ashtu me kemi qendra ÇKMF konkretisht. Kemi ambulanca të ndryshme të cilat roli i psikologut gjithmonë shkon dhe venitet dhe kjo vjen si pasojë që SHKUK-ja dhe bordi i saj nuk e shohin si të arsyeshme involvimin e psikologut në këto qendra. Ne do të mundohemi maksimalisht ta ngrisim zërin tonë në mënyrë që të mbështesim profilet tona të psikologëve, veçanërisht ata të cilët janë të gatshëm për të ofruar shërbime, gjithashtu edhe ata të cilët janë në vazhdim e edukimit të tyre në mënyrë që të krijojmë një terren të ri ku ne do të absorbohemi nga tregu i punës. Kjo padrejtësi nuk është duke ndodhur së fundmi, kjo padrejtësi ka ndodhur edhe më herët, me çrast kemi bërë ankesën dhe është reviduar konkursi, mirë po së fundmi konkursi revidohet me psikolog klinik dhe specialistë të psikologjisë klinike, përderisa në shërbime terciare duhet të ofrojnë shërbime vetëm nga specialistët e psikologjisë klinike. Ua bëjmë dije të gjitha atyre të cilët janë duke pa, veçanërisht ata të cilët kanë rëndësinë vendimmarrje se të gjitha përpjekjet tona deri sa të sistemohemi në vendet e punës nuk do të ndalen. Andaj do të ishte mirë që ata për të fundin herë të trasin ndërgjegjës së tyre në mënyrë që t'i bëjnë adresimet e duhura dhe t'i lëjnë anash saqet politike në mënyrë që t'i drejtojnë psikologëve për shkak të ngritjes së cilësisë së jetës së popullatës të cilët përfitojnë nga shërbimet tona. Ju faleminderit. Bravo, bravo. Tërbo, më këthy ka kamerat? Kish ka fort të shysh, kish ka fort në interaktiv sa të dush. Se s'kli argumentet, ja.